Atëherë, kënaqësi edhe mirë se erdhët. Jemi takuar një herë tjetër bashkë, më duket. Patjetër, kam qenë edhe një herë tjetër këtu në emisionin tuaj, po. Para një viti e gjysmë, po, patjetër. Po, të bëj me ndruo. Patjetër, ka ardhur koha të bësh rimont. Po me ndruo, po me bë update. Restart. Amide? Po, unë. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Fatime, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Doktoresh, si e ja, si ke kalu? Mirë, faleminderit. Je emëru tash apo ke qenë gjithmonë kryetare? Jo, s'kam qenë prej dhjetorit të 2025-s, jam zgjedhur kryetare e shoqatës kulturore shqiptare Bashkimi në Bern. Është një privilegj dhe kënaqësi për mua të punoj me një staf të mrekullueshëm, sepse nuk është normalisht e vetë kuptueshme. Stafi duhet të jetë akoma më i fortë se sa jam unë dhe kështu së bashku ne arrim të realizojmë ato projektet që i kemi folur edhe presim edhe rezultatet në fund. A moni më na tregu pak më shumë për këtë shoqatë? Shoqata kulturore shqiptare Bashkimi në Bern është një shoqatë aktive në kantonin e Bernit, e themeluar në 12 shtator 2009-s. Ka një numër të konsiderueshëm antarësh që janë antar aktiv dhe pasiv, do me thënë që janë pjesë e kësaj shoqate. Aktiv do të thotë që marrin pjesë në mënyrë të rregullt në çdo aktivitet, pasiv mund të themi janë që sipas mundësive, ndonjëherë janë aktiv në aktivitetet tona, ndonjëherë për arsye familjare, agjendën e kanë të ngarkuar dhe nuk munden të jenë gjithmonë të pranishëm në aktivitetet tona. Sa antar jeni parafësisht, edhe jeni shumica nga Berni apo? Ne kemi edhe nga kantone të tjera, për shembull kemi nga Freiburg, kemi nga Neuchâtel, jo patjetër të fokusuar në kanton Bern. Kjo është një shoqatë që është e hapur për gjithë shqipfolësit që duan të bëhen pjesë e kësaj pavarësisht se ku jetojnë. Okay. Jemi mbi 200-300 antarë që aderojnë ose që marrin pjesë në këtë shoqatë kulturore shqiptare Bashkimi me një qëllim të transmetojmë dhe të ruajmë me fanatizëm vlerat, kulturën, traditën tonë shqiptare, edhe pse jemi në emigrim. Bravo, kjo është bërë përgjithë. Që t'jemi korrekt me logon, kjo është logoja juaj apo jo? Po. Bravo. Kjo është... Jemi korrekt, mos janë nxjerrim dikujt tjetër. Ne kemi, në fakt kjo nuk mund të jetë logo, po është moto e shoqatës tonë. Dhe po ta vini re, te kjo moto e shoqatës tonë janë krahina të ndryshme shqipfolse, harta gjeografike e Shqipërisë, e Kosovës, Presheva, janë gjitha hartat ku janë shqiptarët dhe po ta vini re se cila shkronjë e shoqatës tonë ka një domethënie dhe është bashkimi. Bashkimi që lidhet pikërisht shqiptarëve e para bëjnë bashkim. Për motivimin dhe integrimin e shqiptarëve kudo në diasporë. Kjo është një moto që ne kemi pra gjithmonë përpara syve dhe nuk mund të harrojmë asnjëherë qëllimin që ka shoqata jonë. Bukur shumë. Zonja Amide, ju jeni kryetare e komisionit të gruas. Po. Cili është aktiviteti jot, domethënë në këtë funksion? Roli ynë, ose roli im, përgjithësi po flas këtë rast, roli ynë fokusohet në fuqizimin e gruas, si dhe në organizimin e aktiviteteve të ndryshme, ku gratë mund të shprehen dhe të jenë të lira. Të shprehen dhe të të lira, ne kemi çdo të premte që bëjmë një aktivitet që është shumë i pëlqyer nga gratë, domethënë është zumba, është një kombinim i sportit i kombinuar me lëvizje fizike, ku gratë bëjnë diçka për veten e tyre dhe janë bashkë. Me thonë drejtën është shumë e pëlqyer, vinë nga të gjitha, mund me thonë edhe nga Neuchâtel, edhe nga vende të ndryshme. Në fillim kur kemi filluar kemi qenë fix 3 ose 4 veta, me sa mbaj mend. Sot jeni? Sot jemi besom që i thash Alidës pa javën e kaluar, thash edhe pak nuk do të na zë salla, edhe pse kemi një sallë bukur të madhe. Okej. Kështu që kjo tregon që gratë me të vërtetë janë të interesuar dhe janë bashkuara dhe bëjnë diçka për veten e vete dhe thjesht jemi bashkë. Tani bashkuara në çfarë aspekti? Jeni vetëm për çështje sociale apo edhe për biznes? Po aty ne takohem, shkëmbejmë ndryme të ndryshme, kush çfarë bën, kush çfarë ka biznesi. Cilat janë problematika më madhe që ekziston tek gratë sot? Komuniteti grave. Më me thonë që gratë kanë sfida të ndryshme. Një prej tyre është edhe balancimi i profesionit dhe balancimi i jetës familjare. Pastaj integrimi, pastaj prandaj ne jemi një zë i tyre dhe një vend ku ato mund të adresohen. Bukur shumë. Zonja Fatime, mirë se erdhe. Roli juaj është udhëheqëse e programit Albanische Kultur und Sprache für alle, Ferrade. A fola mirë se Bravo. Po, pikrisht ashtu.
agenda e shoqatës Bashkimi është jashtëzakonisht e ngjeshur dhe është shumë e dashur për të gjithë. Ne kemi dalur edhe pak jashtë asaj, sepse ne kemi programe në gjuhën shqipe, ofrojmë gjëra shumë të bukura edhe për komunitetin ton, por kemi vendosur që duke i parë kërkesat e komunitetit ton, lidhjet të cilat bëhen mes shqiptarëve dhe zvicranëve, po ashtu edhe të zvicranëve të cilët dëshirojnë ta vizitojnë Shqipërinë apo Kosovën, kanë shprehur dëshirën që ta mësojnë gjuhën shqipe. Okej, interesant. Dhe kemi marrë këtë iniciativë, ja pra kryetarja, ishte ide e kryetarës dhe posa ajo më foli mua për këtë gjë, nuk u mendova as pak dhe me njëherë e mora përsipër këtë obligim. Ka të interesuar zvicranë që duan të mësojnë gjuhën shqipe? Po, ka të interesuar, kanë pyetur shumë njerëz, kam kolegë të mi me të cilët unë punoj, ata e frekuentojnë verën në Shqipëri dhe dëshirojnë të mësojnë të paktën disa fjalë bazike dhe për ta është një kurs shumë i mirë. Pastaj kam edhe kandidatë tjerë të cilët janë të martuar me shqiptar dhe kanë shprehur dëshirën që ta mësojnë gjuhën shqipe. Dhe kjo është një ide dhe është një hap shumë i mirë, është një platformë shumë i mirë e cila u jepet edhe atyne. Dhe kështu që shkëmbejmë kultura të ndryshme, bëhemi një urë lidhëse edhe për neve, sepse edhe ne vazhdojmë të integrohemi për çdo herë. Dhe edhe ata provojnë që të integrohen në kulturën tonë, në gjuhën tonë. Me qenë si në kontakt të afërt dhe direkt me zvicranë që duan të mësojnë gjuhën shqipe, çfarë ju duket interesant në kulturën tonë atyre? Çfarë ju pëlqen dhe çfarë s'ju pëlqen ndoshta? Mos tin ato detaje, sepse kam frikë mos po futem në politik. Jo, do ishte mirë. Ka shumë pika pozitive të cilët ne si shqiptar o mikpritjen të cilën e kemi të pa diskutueshme, ajo ju pëlqen shumë. Për gjuhën ata thonë se është pak e vështirë, mirë po tingëllon, sidomos kur janë mysafirë në Shqipëri. Ata, sepse shqiptarët në Shqipëri flasin më shpejt se ne kosovarët, është më vështirë me atyre ju duket se nga njëherë po shkputen nga gjuha shqipe dhe po tingëllon italisht për nga ritmi i gjuhës. Mirë po ju duket shumë interesant, ju duket shumë mirë dhe duhet ndoshta zonja Alida që të merret pak me ta dhe tek theksi i Shqipërisë. Është diçka që doja me shumë dëshirë ta plotsoja, kjo nuk u ofrohet vetëm atyre që janë të nacionalitetit zviceran, por kjo është për gjitha nacionalitetet që jetojnë Zvicër. Janë italian, janë gjerman, çfarëdo lloj nacionaliteti, kushdo që ka interes të mësoj gjuhën shqipe, të njohë traditat dhe kulturën tonë, është i mirë se ardhur. Ne ja kemi filluar me gjuhë dhe kulturë, po ngadalë do fillojmë të mësojmë edhe mënyrat, specialitetet e kuzhinës tonë. Dhe pse jo? Po, edhe kuzhina është një gjë shumë atraktive për të huajt dhe edhe aty është interesi i tyre dhe kështu që avash do ta finalizojmë këtë, pse jo? Bukur shumë, bravo qoftë. Tash një pyetje kam për juve si gjini femërore. E kemi një farë Isaki këtu atje, japim fjalën ajo. Po, patjetër. Jam kryetari i drejtave të burrave. Ani mirë shumë. Edhe na duhet në bëj fare bile 30% me na dhon neve. 70 moni në rregull. Ju shoferi i kamionit, jo i autobusit, korrigjim për mua për gabimin që bëra. E lexova gabim, ishte gabim, lexim. Jo shofer autobusi, shofer kamioni. I sa mirë se erdhe. Ju jeni kryetari i komisionit për sportin. Fit kosh edhe ti për veti, me sport merre shumë besoj. Po mundohem më mbajt. Përshëndetje spari, ju përshëndes faleminderit për mikpritje. Unë merrem me sport këtu më tepër, jemi si shoqat bashkimi, mund të them lirësh si shoqat kombëtare, bashkimi se jemi për gjitha treva. Bravo. Jemi krejt bashk pa dallim kush se nga është. Bravo. Dhe çka beson. Krejt jemi të njëjtë. Na e falenderoj komunës të mund të genit në ka leju një sallë atje. Bravo. Në ka dhonë atje. Për aktivitete sportive. Për aktivitete sportive.
luajmë çdo të futboll, bëjmë kem karatista, kem edhe sporte tjera kush është i interesuar për të tjera. Kështu që jemi bashkë, komunikojmë, takohemi, bëjmë sporte. Pra, ju bëni sporte isat mes antarëve të bashkimit apo edhe këta nacionalitetet e huaja që vinë luajnë me juve? Janë të mirë se ardhën të gjithë. Por momentalisht luani vetëm ju antarë. Momentalisht se koti si pak se vonë kem fillu me këtë angazhim atje. Jena në sallë aty bashkohem, pjesërisht janë tundë. Okej, po. Shqiptar gjitha. Çfarë aktivitetesh parasysh? bëni aty për shembull? Spori bëjmë na në zemjet të Moskë këtu, pak me karate, kem karatest Seatin aty që i ka 3 ditë, trajdan që është ripëtësi, është mjeshtër shumë i fortë. Të në që i filloj me futbol, na ma shumë ma tepër na mosh kujtë futbolin. Absolutisht, po. Po mundësit janë për gjitha sportet tjera. Okej, bravo. Pra e keni mbështetjen prej komunës, ju lëshojnë Komuna në ka mundësu sallën, Okej. edhe mujmë aty me po ato angazhimet tone, kem 2 orë prej orës 8 deri në 10. Orarin pak nuk e kem të përshtatshëm për të ri. Apo del koha shkaku i punës me kamion? Do të më morë kohë, është angazhim si hobi kështu me thonë. Kem këtë pjesën tonë. Na bëjmë edhe organizime tjera, koncerte, Okej. kemi festat. Tani gjithë Shtetënore, këto gjitha pozicionet këto. e punës që i keni isat janë vullnetar, apo jo? Këto janë komplet 100% vullnetar. 100%, vetëm dëshira jonë që të jemi bashkë, të jemi bashkuar, të njefemi. Bravo. A muni më na tregu pak për bashkimi junior? Është një program i ri që ka filluar jo më shumë se 1 muaj, ka qenë një ide e zonjës Amide që unë e përmenda dhe më parë, jam me fat që kam në kryesi një staf të tillë që ata janë gjithë ide. Okej, nëse del një ide, me njëherë përpiqemi si mund ta realizojmë. Dhe kjo erdhi një ide nga media, ne filluam pastaj të angazhohemi. Mida, ndoshta mund të tregosh më shumë si të erdhi ideja dhe Po, ideja me erdhe ne si shoqat bashkimi për neve është me rëndësi, si kryesi që të lëm diçka, do me thonë të lëm gjurmë në komunitetin tonë. Edhe duke biseduar me gjithë kryesinë, me gjithë antarët e shoqatës bashkimi, thash do organizojmë diçka edhe për të ri, për fëmijë, për të vegjël, edhe me të vërtet ka 3 javë fix që kemi filluar, jam befasu sa shpejt është duke u rritur grupi. Edhe kjo Edhe ju kemi tregu që në fillim prindve që nuk do të flitet dhe nuk do të, kryesisht do të flitet shqip. Fëmijët janë për momentin të moshave të ndryshme dhe do të dëshiroja edhe unë të mësoja hapat e vallëzimit, sa lehtë edhe sa bukur është me i pa sa shpejt i mësojnë fëmijët. Domethënë është sidomos për vallëzim, për vallëzim, kryesisht për momentin kemi filluar me vallëzim, me ca mindila për të joshë pak janë si thash vajza moshës ndryshme. Kështu që me të vërtet po hecën shumë mirë dhe faleminderit edhe për prindve dhe prindit sjellin pa përtesë, janë të kënaqur, edhe njëherë për njëherë vërtet ka filluar mirë edhe po shkon mirë. Edhe do vazhdojmë, shohim. Jashtëzakonisht bukur. Pra domethënë bëhet fjalë vetëm për vallë dhe për këngë shqipe. Kemi filluar me vallë dhe me këngë mirë, po kemi një shiqoni, shoqata jon ka ne po mundon t'u japim hapësirë në lëmit ndryshme. Edhe për këndim, edhe për vallëzim, edhe për recitim. Tash jemi një staf i ri edhe siç tha edhe Alida, po e shohim që kemi potencial nga antarët, nga ide nga antarët, nga prind, nga kështu. Kështu që jemi duke eksploru, po kemi një vajzë në grup që është e interesuar për të kënduar, kështu që ne do t'i japim edhe hapësirë për kënduar, pse jo, fëmijët për rreth vallëzojnë, të shohim se çfarë po nxjerrim, e pastaj me siguri që do të marrim pjesë në festat të ndryshme të komunitetit. Okej, bukur shumë. Sa e vështirë është me majtë një shoqat aq aktive gjallë në diasporë? Ma mbaj këtë pyetje të lutem, bëhet fjalë për fëmijë që kanë lindur në Zvicër? Po bëhet fjalë për fëmijë që kanë lindur të gjithë në Zvicër. Janë gjenerata mos gabofsha pej 3 vjeç që kemi deri në 12 vjeç për momentin në grup. Po, s'ka problem. Çish financohet për shembull shoqata? Vetë financohet. Do të thënë fal antarëve, antarësia e cila unë ju bëj një thirrje, gjej mundësinë që të bëj një thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Zvicër,
të bëjmë pjesë antarë e shoqatës kulturore e Bashkimi është vetëm 60 franga në muaj minimumi, pastaj nëse dikush do më shumë të 60 në vit, më fal, 60 franga në vit, i bie gati 5 franga në muaj. Dhe është një mundësi shumë e mirë sepse ai që është antar ka shumë privilegje, duke filluar duke marrë pjesë falas në gjitha aktivitetet e shoqatës, në çdo festë që organizohet e ka hyrjen falas, ka të drejtë vote kur është kuvendi, ka të drejtë të zgjedhë dhe të rizgjedhet. Pra janë shumë përparësi dhe privilegje që ka gjithkush që dëshiron të bëhet antar i shoqatës kulturore shqiptare Bashkimi. Nuk është e lehtë. Neve shpesher na duhet që të bëjmë thirrje për të bërë pjesë e antarëve, por ai që e ka si prioritet kulturën, traditën shqiptare, ai s'ka nevojë t'i bësh reklam sepse e di për çfarë e jep këtë 60 franga në vit. Që me këtë rast ne po bëjmë thirrje edhe drejt për drejt, ne si emision që të bëhen antarë të kësaj shoqate të mrekullueshme dhe realisht kontribuese sa i përket vlerave kombëtare, për 60 franga në vit ja vlen për të qenë antar dhe kur shelshon dorën edhe 100 franga me lëshues është problem, edhe dyshim. Nëse kudzoj këtu me shtu edhe ata që i sjellin fëmijët, do thotë është në çat shumë. Në shumë, pra, gjitha. Edhe gjithë familja. E gjitha aktivitetet pastaj plus dhe për festa. Veç kur shkon në sport e ka shumë më të lartë. Atu pyetën sot se nuk kemi asaj fushë, ajo shëndetin pyetje. Këtë është e njëjtë. Po është e njëjtë. Tek ne kemi të gjitha bëjmë. Me mikrofon lutem kur t'jesh me bisedë. Po. Them ashtu tek ne të shoqata Bashkimi me një bilet, ke të drejtë të gjitha aktivitetet merresh pjesë. Bravo. Me qenë se e kemi mikrofonin, atë ka treguar ndonjë zviceran apo ndonjë huaj që ka vizituar Shqipërinë apo Kosovën? Diçka në një histori që të ka ngel në kokën mendje ty për ta ndarë me neve? Po, unë punoj vetë në një shkollë zvicerane, aty jam mësuese asistente dhe jam edukatore në mësimin gjithditor. Oh, bravo. Dhe dy kolegët e mi të cilët kanë vizituar verën e kaluar Kosovën, njëra kolege Shqipërinë, Himarën, Dërmin dhe Himarën. Ajo është për herë të parë ishte këtë vera që kaloi atje. Ajo është ndjerë shumë e kënaqur, është ndjerë nga e prekur edhe emocionalisht nga mikpritja e cila i është bërë asaj atje, ndërsa kolegu im tjetër ai ka vizituar Kosovën. Pikrisht rrafshin e Dugagjinit, sepse është njohur me një vajzë nga atje. Dhe ati kam mbetur se përshtypje shumë interesante, ka duk shumë interesante gjatë drekës, ku pasi ka ngrënë ushqimin, ka ndajtur dhe nuk ka vazhduar, sepse është në ngopër me siguri. Pastaj të gjithë ata, merë, vazhdo, merë, pse s'merë. Edhe ky pak dhe pastaj më pyeti, tha, unë është dashur të më tregosh ti për këtë traditë që keni. Edhe thash, nuk na ka rastisur asnjëherë që të drekojmë bashkë, se do ta kisha treguar. Po realisht kjo ka ngelur tek nga në shprehje popullore nga marrja me hangër. Ndoshta ke shumë sa të kanë marrë, të kanë keq, s'ke hangër, pastaj i zoti shtëpisë me shliu me merr edhe ka ngeli kjo. Me siguri. Po mirë është traditë jona edhe. Jo, shumë gjë mirë, absolutisht. Shumë gjë mirë, absolutisht po. Interesohen më shumë për më mësu për kulturën a gjuhën shqipe? Them se të dyat bashk, sepse ti nuk mund ta mësosh kulturën të paktën pa ditë, pa pas pak lidhje në gjuhë, sepse është tingëllon më bukur, e pranon më bukur një kulturë nëse e mëson pak edhe gjuhën. Unë them se të dyja shkojnë paralel. Tani që jenë rrjedha, zonja Fatime, a ka ndryshuar shumë imazhi shqiptarëve tek zvicranët, kohët e fundit apo jo? Të them të vërtetën, unë nuk jam edhe shumë gjatë në Zvicër. Sepse le të njëjtit jemi. Realisht, po s'na kanë njohur ata në dimensionin e pozitiv, na kanë njohur gjithmonë në dimensionin negativ, pasi e para mediat tona kanë fajin kryesor, pastaj mediat e këtyre kanë fajin e dytë kryesor, pas mediave tona, sepse mediat tona një pul mu vjedh, një mu i rrjesht e nxjerrin në ekran, e vjedh i pulën, edhe nuk nxjerrin gjëra pozitive. Pra mediat tona do kishte qenë shumë mirë marrë gjitha marrë të shoqata Bashkimi, edhe më nxjerr punën me vlerë që bëni ju. Po nuk e nxjerrin, pra nëse ne bëjmë gabim sot, nxjerrin gabimin ton. Shumë e vërtetë. Pra kjo është e kryesore. Mirë, po kohët e fundit kam parë dhe kam kuptuar që
të paktën 10 vitet e fundit apo 5 vitet e fundit ka ndryshuar shumë imazhi, puna, gjëra dhe kanë filluar me na njoft një dimension tjetër neve shqiptarë, apo jo? Po. Mua ma merr mendja se unë nuk jetoj shumë gjatë në Zvicër, jam që nga 2011, që nga vitin 98 kam jetuar në Gjermani, deri në vitin 2011, por ta them kështu gjenerata e tanishme që është. Kjo identifikohet krejt ndryshe, po. Përpara prind tanë, ose gjenerata ime është identifikuar si punëtor krahu, ndoshta si punëtor që nuk kanë mund të integrohen sa duhet, ndoshta nuk kanë pasur edhe hapësirë sa duhet që të integrohen në shoqëri zvicerane. Por realisht është edhe mosha e tillë që në një farë moshe s'integrohesh dot, është e pamundshme të integrohesh. Është shumë e vërtetë kjo. Mallore, ai po mu. Komet budall jam 12 vjet jam në Zvicër, zi me fol gjermanisht. Atë do të them edhe. Ai parasysh është reale kjo, nuk ke çaj bën. Eja te kursi ynë. Ta të mësoj. Edhe shqip edhe gjermanisht që të dyjat. Unë mendoj që kjo ka të bëjë sepse gjeneratat më hershme që kanë qenë, ata fiks kanë jetuar, ju e dini, kanë jetuar pa familjar këtu, domethënë. I kanë lënë në kushte të vështira, në një mënyrë arsyetoj, sepse ata kanë jetuar vetëm për të punuar, për të mbledhur ato tulla dhe për të investuar në vend ligje. Në traktor dhe i lë. Po, edhe kjo ka pas nashta kuptimin e vet për neve si këmbë ose të mirën e vet. Po fatmirësisht tash gjonat kanë ndryshuar, gjeneratat e reja i ki kudo. Bravo. Unë jam edhe punëtore shëndetësore në një hospital përbes takoj çdo ditë mjek shqiptar, mjek zellshëm. Do me thoni ke gjithkun, ken mjekësi, ken absolut, parlament, ken gjithkun. Kemi kur shkojmë, veç president me boni shqiptar. Kështu që me të vërtet edhe fatmirësisht komuniteti shqiptar në Zvicër është mendoj në mjaft mirë i avancuar edhe i bashkuar, kështu që me të vërtet unë kam i shoh me një sy shumë pozitiv. Bravo, shumë bukur. Zonja Lida, tani si kryetare, kush ka qenë kryetar përpara teje? Përpara meje ka qenë zonja Arbenita Surdulli. Po me qënë se ma përmende edhe rolin që ka marrë, unë e ndjej si detyrim të falenderoj jo vetëm antarët e shoqatës, por edhe sponsorat. Se ata janë si duart. Njëra dorë janë antarët, dora tjetër janë sponsorat. E pa këto dy duar nuk mund të funksionoj një trup. Prandaj një falenderim i veçantë për sponsorat tanë. Nuk po i përmend me emrat veçantë se ndoshta mos harojnë ndonjë dhe ju kërkojnë ndjes, po shiko, realisht reklama paguhet, po me qenë se kontribuojnë për gjuhën shqipe, për kontribuojnë në mënyrë të rregullt. Përmendja emrin mos e ke marak se ne shojmë dorën në për. Etnesi, patjetër, Mart Dizajni, Diaspora Muzik. Kemi shqiptar nga këta që kanë firmat e tyre në sektorin e saniter. Ndërtimtari, po, në ndërtimtari. Pra, sponsorat janë një pikë shumë e fortë, Jona dhe unë ju falenderoj. Faleminderit të gjithë sponsorëve. Gjitha shoqatat në Zvicër. Po përpara asaj Surdulli, kush ishte, ka qenë ideal më duket, se më duket e kam pas herë shoqatën bashkimit Ka qenë Seati, që e përmendi edhe një qeros më duket. Po. O King. Sot Ta përshëndesim se ka qenë shumë djalë i mirë, prandaj më ka ngel si djalë. Edhe ka mbetur djalë i mirë, ai është aktiv gjithashtu tek Bashkimi i Sport bashkë me Isatin dhe kontribuon me ndihmën e tij në aspektin e sportit, arteve marciale, si për shembull karateja që e përmendi edhe Isati. Bravo. Sa shpesh keni zgjedhje për çdo pozita? Një herë në 2 vjet kemi zgjedhje, madje mund të them me të drejtë që ju bëj thirrje gjithë antarëve që në datën 14 dhjetor 2027-s mbahet kuvendi i radhës. Domethënë paraprakisht si Sali Berisha apo nuk posti të konsumon. Kur vin dikush i ri sjell energji të reja, ide të reja dhe prandaj unë bëj thirrje të tjerëve që kanë këtë privilegj dhe të zgjedhin dhe të rizgjiten, mundësinë e kanë 14 dhjetor 2027. Si ka mundësi zonja Lida që politikanë tanë nuk din me lëshu kryesinë asnjëherë, kurse në diasporë apo njerëzit e thjesht din me lëshu, si kryetar shoqate, kryetar ku diun gjitha. Po ne nuk paguajmë, nuk marrim parë shumë. Ne jemi vullnetar. Jo po. Unë
e thash për politikan, se ti pyeti pse nuk i lëshojmë politikan. Ata do të mirë thaj. Po. Jo, nuk thash fare atë. Po dashja më thon me këtë që kjo është punë vullnetare, nuk mund me krahasu. Politikan nuk i lëshojnë se ata. E kuptoj. Na ngopëm pak me pak. Na nuk presu me ndërtu villa 2-3 milionë. Është shumë e vërtetë që kur punon në mënyrë vullnetare ke e ngrëh dhe zërin më shumë dhe për të drejtat dhe për angazhimet e tua dhe nuk mund të me dëshirë. Absolutisht. Puna me pasion dhe me dëshirë është më e pastër. Fuqishme se sa ajo që paguhet. Është e pastër nëse ti propagandon për një program, po nga mbrapa janë të fshehura pagesat që bën për atë program, atëherë nuk është më punë vullnetare sado nacionalist të jesh apo sado të duash të flasësh për kulturën dhe për zakonet. Në momentin që ti paguhesh, atëherë nuk mund të flasësh më gjerë. Ne jemi të gjithë vullnetar, 100% vullnetar. Bravo. A është vështirë me balancu jetën profesionale private me angazhimin për lidhet me prioritetet. Përderisa ne kemi prioritet traditat, vlerat shqiptare këtu ku jetojmë, kemi angazhime familjare, jemi në profesion, të gjithë ushtrojmë nga një profesion, po e shikojmë që duhet ta gjejmë dhe kohën sepse dhe na argëton. Amidia e përmendi, ne kemi bashkimin FIT, për shembull, që është programi i grave që kemi Zumba Shqip, e theksoj Shqip, nuk pranohet asnjë muzikë tjetër, vetëm me muzikë Shqip ne bëjmë aktivitete fizike, bëjmë meditim Shqip, bëjmë këngë dhe valle Shqip. Dhe prioritetin gratë kanë vendosur të premten është koha që unë duhet kujdesem për shëndetin tim, për veten time, për mendjen time dhe ato i lën familjen, lën punën, lën gjithçka, i kanë rregulluar, i kanë balancuar më përpara dhe vinë gjejnë kohë çdo të premte që ta ndajnë me neve. Bukur. E kena i farisati. Po të më japoj pyetje. Isat, a ke vite në Zvicër the? Kam shumë vite në Zvicër. Ke shumë vite në Zvicër? Prej 88-s. E i kajt jenë në Kosovë? Jemi fshatit Qallapek, Komuna Pejs. Komuna Pejs. Bukur, e viziton shpesh Kosovën? Sartë me për të rasti. Sartë jep të rasti. Poshtë je marrë me aktivitete sportive gjëra apo jo? Poshtë kom pas shumë pak kohë se prej 84-s që jem largu prej shtëpie, si kur s'kom pas që mu largu. E deri sot më për jashtë pushime, s'kom mujtë kur gjë më bo atje më shumë. Për jashtë normal që këtë çka kem punu, çka kem bo financat, A je nisë edhe ti në Zvicër në fillimet tuaj sa të më ardhë dhe mu kthy apo edhe ke met apo? Mendimi jem spari me siguru pak buk të shtëpia, që kom marrë mas pari edhe me maru një 2 dhoma sa me pas ku me hinë. Për edhe mu kthy? Kom marrë si punëtor krahu këtu. Në vitet e 88-a, ja kom fillu punës këtu, edhe prej asaj dite dhe i sot kom met. Ke met këtu? Si kanë qenë për ty këto vite i sat? Po, si gjithë tjerëve, vite trauma. Kanë kalu shpejt apo? Si qëta shpejt, me përjetu jetën se sa kom kalu jetë, rrugën që e kom bo ka qenë shumë e ranë. E ranë, po. Po, kur e këqyri tash më duket si dje kom ardhë. Absolutisht, pra, ta shane po them. Ardhë një farë balancimi, ashtu që e tash jemi këtu në shoqat, në bashkimi, me këta bashkëpunëtor të kemi bashkëpunim edhe me shoqatën edhe. Sa të nimon angazhimi për këtë shoqat me një vetin pak ma shumë si në dhe? Nihem shumë mirë. Nihem shumë mirë si fizikisht, si psikisht, kur jemi bashk, kur bashkohem, kur bëjmë organizime muzikore, kur kemi në eveniment tjetër, gjithmonë kur jemi bashk edhe kur flaj ma mirë. Bravo qoftë. Jam kurioztar me ditë me të pyet, a di karate ti sot? Jo, e kem se odin për ata. Saodin, po. Nga që thaj bojmë edhe karate, thash po ti. Unë luaj me top 2 herë në javë, ka 2 orë gjithësysh. Pasha zotin ti isha afër, jo shpesh do javë kesh ardhur me ty me lujt. Se kam nevojë edhe mu aktivizu diçka me sport se marrum, s'kam se në aktivitet fizik shumë pak kena. Është shumë problem për neve. Zonja Lida, çfarë synimesh ka shoqata bashkimit tash në të ardhmen? Përveç këtyre që mjaft keni, realisht bravo ju përgëzoj, a bashkëpunen me qenë zjepni mësim edhe në gjuhën shqipe? A bashkëpunen me lapshin, me pjesën tjetër që japin mësimin shqip, apo jo? Jeni në vete komplet? Ne, si shoqat, jemi të hapur për çdo bashkëpunim, për të gjitha shoqatat e tjera që kanë të njëjtin qëllim të kontribojnë vullnetarisht për traditat dhe kulturën tonë. Isati e përmendi pak sportin, që është shumë i rëndësishëm për shëndetin e njeriu, duke qenë unë e kësaj fushe e theksoj edhe një herë që është shumë i rëndësishëm, po ne kemi dhe komisionin e
Kulturës dhe kryetarin e Komisionit Kulturës është këngëtar Blerim Ramadani, të cilin e kemi sot këtu pranë nesh, do të vi me një këngë, do të keni mundësin të dëgjoni dhe Blerimin si kryetari i Komisionit të Kulturës. Ne kemi patjetër edhe programe të tjera, për shembull shumë shpejt do fillojmë teknologjia dhe gratë. Është një program që do ju ofrohet prap mundësi, fokus në këtë rast janë gratë, të kenë mundësi të adaptohen shumë shpejt me rrjetet sociale, të përdorin teknologjinë, si ta bëjnë një aplikim për një vend pune, si ta përdorin Wordin, si të përdorin Excelin, si të bëjnë buxhetet ndoshta të tyre familjare, sepse ne është shumë problem. Është e vështirë, shumë nga nesh, prej nesh nuk e kanë idenë se sa marrin, sa japin, vetëm merr jep pa pasur një pamje të ardhurave që marrin. Kemi sekretaren tonë të shoqatës, Valentina Asanaj, e cila është një punonjëse e bankave zvicerane dhe ajo sjell ekspertizën e saj në këtë kurs që kemi teknologjia dhe gratë. Kemi teatrin, zonjën Hamide e kemi shumë të fortë në teatrin, jo vetëm me të fëmijët, po dhe me të rriturit, edhe kjo do jetë një pjesë e programeve tona. Zonja Hamide, si përmarrëse, çfarë biznesi keni ju? Unë në realitet jam punëtore shëndetësore, si dhe udhëheqje një biznes privat, do të thonë kam një firmë pastrimi. Okej, bukur shumë. Ku punoni kështu në shtet apo në privat? Në Zell Spital punoj. Okej. Krankëshvester? Po. Okej, super, bravo, shumë bukur. Isa mikrofonin të lutem. Okej. A kanë shpreh interes për këtë verë? Kemi turista nga Zvicra për këtë verë në Kosovë, në Shqipëri? A ke djeni me ata që të paktën ke kontakti? Po, me ata që kam kontaktun, që kanë vizituar vitin e kaluar edhe këtë vetë, prap do të vajnë atje. Si dhe nga vajza ime, ka disa shoqe, të cilët janë thjesht, vetëm kanë dëgjuar ata asnjëherë, nuk e kanë vizituar Kosovën dhe Shqipërinë, dhe kështu që edhe ata kanë shprehë dëshirën që vera që do të vije, që ta vizitojnë. Realisht është një kontribut shumë më madh që bëhet përmes rinisë tonë në Zvicër, edhe në Gjermani, apo në Evropë, po flas për Zvicrën në këtë moment. Pasi çdo verë kur shkoj në Kosovë dhe në Shqipëri, unë shoh që një shqiptar apo shqiptare i ka 2-3 shoqëri të huaj që i sjell atje. Po kjo ndodh çdo herë, çdo verë dhe çdo pushim të verës, pushim të vjeshtës, me djalin ton të vogël, i cili nuk është i vogël, ai është i rritur, mirë po për nga fëmijët është i vogël, i familjes, shokët e tij gjithmonë vinë me ne atje dhe ndihen shumë mirë, shumë ndihen mirë. Dhe gjithmonë pyesin se kur i kemi ne pushimet, në mënyrë që të koordinohen edhe ata me pushimet e tyre që të kanë mundësi të vinë me ne. More, i thatë kur jena kaq të mirë, pse kena këti mash kaq të keq? Sa po domethënë, atje në përgjithësi në botë disi moshit e na interesant është, i thatë, a ke studiu një herë, se unë e mendoj 500 herë me vete, thom kaq të mirë jena, kaq të respektueshëm jemi, kaq dashur jena, e domethënë jemi popull social, popull i dashur, gjitha aspektet jemi të mirë, kurse kur i thu dikuj e këbi Albaner, oder me i thonë dikuj në Amerikë jam shqiptar, apo në Itali, apo në Kudion, e marrë një farë distancë, që na spjegon të i satë për këtë? E kom menu shumë herë. A e ke mendu dhe ti? Shumë herë kom menu. Bravo. Po është një sen këtu që na kur ke marrë, si punëtor krohe flasë për vetë dhe generatat matë për parme, jena ardhë me një emën tjetër. Këtu ka qenë në miki jonë, veç para neve, edhe gjithmonë informacionet i ka dhonë qysh ka dasht vetë. Qysh ka dasht vetë, po. Qysh i ka konvenu ati. Dhe njerëzit e kanë përsh, një përshtypje e kanë morë prej neve, për neve si na ku se ditë s'ka jemi. Na kemi një sen tjetër, duke livdu një tjetërin, edhe dëmtojmë. Absolutisht. Duke livdu një tjetërin edhe dëmtojmë. Edhe dëmtojmë shumë. Edhe ajo na ka dëmtu shumë. Okej. Tjetra më duket se... Në çfarë aspekti e thuti duke lëvduar njëri tjetrin? Po e tham, tash më varet kush nëse dikush një gabim diçka ka bën, po rrit menën thotë në bona ket edhe vetveten, ajo i moshin veç e hup edhe tjerëve. Po. Unë vetë kum pas kontakt me njerëz, se kum punu edhe në Kulma përpara në Baushtel. Kum kontaktu me Zvicran. Kur më ka thonë, kur i kom tregu se kush jam, jenë tërhjek me njëherë. Kur e kanë pa punën, vlerën tonë, janë afru për sëri. Kur kem bisedu me ta, kur i kom të regu realitetin e traditën tonë, që ne kem, nësi do mbas duka që ne kem pak matronë. Absolutisht, po.
Beso janë habit. Kom pas rast që më ka thonë njeri, wow, po se kom ditë që jeni ju kështu. Kom pas përshtypje tjera, po te ki pas pe blikut, pe gazetës. Edhe mjetët të informimit si që të sejke më herët. Po ashtu e kom lexu. Nëse njeri ju lexon edhe dëgjon edhe shikon atë që do. Jo, Ka shumë të tjerë që shikojnë... Kur servohet diçka, atë e ki ndryez. Po. Dhe te ajo ngopesh. E ke ndryez, është shumë e vërtet. Varet sa do pastaj ta përcjellësh. Unë jam dakord me këtë që thu realisht, sepse ne faktikisht e thoj shumë mirë që edhe ne në fakt jemi edhe mos e keqja vetvetes. Tash kemi një media, po të kisha gjonë dorë gjysmën ndaj mshelja. Po të kisha unë diçka në dorë. Se kemi një media që servon vetëm negativitet. Pra në qoftë si hap mediat tona sot, ja, vetëm shko të shtëpia, hapi gjitha ekranet, ti shikon o debate politike të shoh me njëri tjetrin, o aksident, vrasje, prerje, therje, mbytje, pra nuk ka media që merret vetëm me pjesën pozitive, Këto sene ndodhen edhe këto në Zvicër, negativitet sa dushë gjëra të rrota, nuk i nxjerrin këta. Ta nuk duhen me prish imazhin e shtetit vet për një budallik që ka bë dikush i smur me dorë këtu apo diçka. Ne e nxjerrim derisa bëhet nami për klikime dhe për gjëra. Pra ne nuk shikojmë interesin kombëtar apo të imazhit, ne shikojmë interesin e klikimeve edhe të përfitimeve personale që e dëmton realisht shtetin tonë. Unë kështu mendoj. Në këtë botë ndodhin sene gjithçka ndodh, e mirë edhe e keqe, se s'ka tjetër në së dyja. E mediat tona, ndikosh një gabim, një ekses, një diçka që ndodh, s'ti ceksim se shka, veç vrapojnë se cila ma tepër me dhonë lajme ma dopta e ma dopta se... Absolutisht. Shpirt një është e urrej ato. Kur del një fmi që din diçka, kur del një dikush që ka arrit diçka të mirë, nuk e shef një herë edhe mo nuk e tjertë, nuk e qesi. Nuk është interesant. Po, është vërtet. E këto e bojmë në vetë vetës. Ti shko në rrjetet sociale në qoftë se dikush, në qoftë se zonja Amide ma një konsult shëndetësore në rrjetet sociale, 10 like si merr. Jo. Me dalë me shojt në TikTok që aty, ose me foli të shka keq, miliona shikimi, merr dhe klikime. Pra domethënë kjo është për të ardhur keq. Nëse, a jemi bashkë në rregull i sa sekretarit drejtave të burrave me fjalë me të rëndë? Pajtohem bashkë. A në rregull. Dhe për ty respekt. Zonja Alida, tashi shoqata Bashkimi, momentalisht i ka kryesi sa antar? Ne jemi 15 antar. Dhe për herë të parë, kush është arktari? Arktari Valentina Hasanaj. Punojse bankës. A të ditë minje? Punojse bankës. Është punojse. Ndryshe sot, çdo gjë është në duart sigurta. Oj Valentina, po i njeh me dora me mashina, çu po i njeh? Me dorë kështu. Okej, bukur shumë. Jo përbes ajo investon shumë për shoqatën, se edhe një lokal i kemi gjithherë në dispozicion, kështu që Diaspora Muzik. Diaspora Muzik, kështu që tani këto ideja që po nigjoj shumë ideja, jo për shoqatën. Po, ideja të reja, jo për trajtimin e teknologjia e gratë, teatrin, po media o gjëra këto. Ka ardhur me juve si kryetare apo ka qenë përpara si strategji edhe në statusin e shoqatës Bashkimi? Çdo ide e re është e mirë pritur. Problemi është që angelet vetëm ide apo fillon edhe implementohet. Kryesia e mëparshme ka filluar me një pjesë të programeve, ne veç po i zgjerojmë ato programe dhe po sjellim normale dhe ide të reja, prandaj dhe ndryshimi është i dur sepse secili sjell ide të reja. Bukur shumë. Marash? A keni mesazh për këtë shqiptarët në Zvicër që hala nuk janë antar të shoqatës Bashkimi? Dhe jemi shumë, nuk jemi pak, besëm. Unë do ta filloja nga ju. Ju vërtet jetoni në kanton tjetër, por indirekt keni qenë sponsor i shoqatës kulturore shqiptare Bashkimi. Unë këtë mund ta deklaroj me përgjegjësi të plot sepse një email mjaftoi që a mundemi ne të jemi pjesë e intervistës tek emisioni Fol Shqip dhe gatishmëria ishte shumë e madhe. Dhe ky është një kontribut që ju bëni për gjithë shqiptarët që kontribuojnë për vlerat dhe traditat shqiptare. Faleminderit. Faleminderit Fol Shqip. Faleminderit gjithë antarëve që bëhen pjesë e shoqatës tonë, faleminderit sponsorave
Dhe ne jemi kalimtar në këtë botë. Historia nuk do t'rregojë se çfarë kemi marrë me vete, po çfarë kemi lënë për brezat që do të vinë. Dhe kjo ishte edhe idea gjigante që pati zonja kryetare e Komisionit të Gruas, na duhet të fillojmë me të rinjt, sepse ata do na zvendçojnë pak nga pak me kalimin e kohës. Dhe kemi filluar tani me të rinjt, ata veç se po shtohen nga çdo e enjte, se çdo të enjte i kemi takimet, nga e enjtja në të enjte veç se po eksplodon dhoma ku mbahen këto aktivitete dhe s'është çudi ndonjëherë të dalim edhe në oborin e shkollës me këto aktivitetet e fëmijëve. Se interesi shumë i madh, ne po çuditemi, themi ku kanë qenë gjithë këta fëmijë. Domethënë sa u dha një sinjal, gatishmëria e prindërve ishte shumë e madhe. Bukur shumë. Më vjen shumë mirë me këtë kompliment që na bërë edhe neve sot, ne prapë dhe kena drejt me kërku. Sponsora, vëlla, sponsora! Sponsora të shoqata Bashkimi në Bern, shoqata kulturore Bashkimi Bern, që vërtet janë një shoqat shumë e mirë dhe me vlera dhe me punë të mirë fisnike që bëjnë për vlerat tona kombëtare dhe shqiptare. Me qenë se jemi në minutazhen, ka që kemi zonja Lida dhe ka që në lejohet se për Faleminderit. tash kishim marrë bukën, ne kishim këtu të bëma vetë, po ka që kemi minutazhen. Ja, tash e kena ndryshojmë. Një mesazh, jo kong, jo speng. Një mesazh përfundimtar sipas dëshirës tonë dhe i dashurisat për këtë doj zemra ty me dhon mesazh mbyllës. Pastaj mbasi të japim mesazhet, do ftojmë këngëtarin Blerim Ramadani për të na kënduar një këngë në emisionin ton në emër shoqatës Kulturore Bashkimi dhe ta mbyllim me këngë nga Blerim Ramadani. Unë e kisha dhënë një mesazh për gjithë shqiptarët, kudo që janë, në gjitha shtetet ku janë, që të gjithë bashkohen, traditën e vetë, kulturën e vetë, mos ta lënë anësh, të jemi të bashkuar e kështu veç me ecë përpara. Bravo qoftë. Zonja Alida? Mesazhi im është i qartë, përderisa ne jemi fizikisht këtu. Atëherë pse mos t'i sjellim, ne e kemi lënë adeun, po ai s'na ka lëshuar neve. Vlerat dhe traditat tona le t'i kultivojmë këtu ku jemi dhe ju bëj thirrje të bëheni antar të shoqatës kulturore shqiptare Bashkimi dhe s'keni për t'u penduar kur dhe do ta kuptoni që çdo gjë është për të mirën tuaj. Bravo qoftë. Dhe ishte shumë e fortë, historia nuk tregon çfarë do marrim me vete, por çfarë do lëmë pas. Ishte shumë e fortë, më ngelin koka jo. Zonja Hamide? Me që mesazhet për antarë për të gjithë i thanë këta dy, unë po i drejtohem grave. Kam një mesazh për gra. Mas parë një falenderim sepse ne dim se cila grua sa është e angazhuar në punë, pastaj angazhimet familjare, ditore të shtëpisë që i kemi. Mirë po unë u them grave që le të punojnë shumë, që të jenë të pavarura siç janë, edhe bravo ju qoftë sepse edukata fillon në familje dhe gruaja është një shtyllë e fortë e familjes edhe shoqënisë. Kështu që bravo ju qoftë që kontribuojnë edhe në edukimin e fëmijëve për mos me harru gjuhën shqipe, për me i majtë vlerat tona edhe për me punu për komp edhe për komunitet. Bëhoni pjesë e shoqatës, sepse jemi një shoqatë që vërtet ka vlera edhe punoni për komunitet edhe besoj se do të ndiheni mirë. Bravo. Zonja Fatime? Unë do t'i kisha ftuar të gjithë shqiptarët, kudo që janë në botë, në rand të parë ta duan vetë-veten, sepse kështu din ta duan edhe njëri tjetrin, dhe nëse dëshirojnë që ta ndjejnë një copë atë dhe larg vendlindjes, atëherë t'i bashkon shoqatës Adheo, sepse shoqata Adheo ofron gjithmonë një copë vendlindje. Bashkimi do jetë. Shoqata Bashkimi. Emocionet. E thash sepse në Gjermani kam themeluar vetë bashkë me burrin shoqatën Adheo, e cila ende sot jeton atje. Dhe kështu që automatisht ka problem. Por shoqata Bashkimi të dyja janë me vlerë. Po themi të bashkuar dhe thatë dheut. Shoqata Bashkimi është familja ime e dytë. Bravo, bukur shumë. Edhe unë kam një mesazh si kryetari i drejtave të burrave për burrat e kam. Po më revanshosh. Po, duhet tash është s'farm. Nëse ja, po japim kështu, burra respektoni gratë dhe jepi vullnet, mbështesni maksimum, sepse duke e dash gruan, duke respektuar, duke e motivu, krijohet dhe shoqëria dhe kombi, por dhe familja e shëndosh. Kështu që
E ftojmë tashi, duke ju përshëndetur gjithëve, duke përshëndetur shoqatën kulturore Bashkimi Bern dhe e ftojmë për të na mbyllur me këtë këngë duke i premtuar deri Ramadanit në të ardhmen një hapësirë më të gjerë se sa sot, edhe për intervistë, por edhe për këngë, me qenë se unë më dhimë se dyqysh me eloni njëri me i këngë me dalë, pa ja boni o 3-4 pyetje, por i premtoj që deri Ramadanit do jetë emisionin tonë edhe për intervistë, edhe për këngë në të ardhmen, shumë shpejt. Por deri atëherë ne ftojmë për të na kënduar një këngë dhe ju përshëndesim gjithëve nga unë Marashi, zonjat, zotëriu, deri javën tjetër ju lëmë në shoqërinë e Blerim Ramadanit me këngën e tij. Sa shyret, po merr nusen me kimet. Bjen dajirja, bjen tupani, dasëm t'madhe e bën krushjani. O sa bukur, sa shyret, po merr nusen me kimet. Jehon kënga, jehon e valja, e na u gëzun ana e baba, e na u gëzun motrat e bia, po na vjen nusjat e shpia. Jehon kënga, jehon e valja, e na u gëzun ana e baba, e na u gëzun motrat e bia, po na vjen nusjat e shpia. Krushkuj por me pliste bardh, me shqipon që ndis me ardh. Krushkuj dyte, tjert me radh, atmosfera nis me u kall. Krushkuj por me pliste bardh, me shqipon që ndis me ardh. Krushkuj dyte, tjert me radh, atmosfera nis me u kall. Jehon kënga, jehon e valja, e na u gëzun ana e baba, e na u gëzun motrat e bia, po na vjen nusjat e shpia. Jehon kënga, jehon e valja, e na u gëzun ana e baba, e na u gëzun motrat e bia, po na vjen nusjat e shpia. O sa bukur, sa lezet, lumbon nona e baba i vet, lumbojnë motra